Ekstra time nga 30 sekonda se cili replik do t'a kesh, po. Byroja do të bëhet edhe nuk i shpëtojmë dot asaj pune. Tendenca për diskutime teknike formale është e arratisje për të vërtetës. Me 1 prill ka ardhur në Kuvend, 15 ditë ta zoti Gruda kanë qenë në dispozicion. Po në këto 5 ditë kam qenë i gatshëm të punojmë 24 orë për t'i adresuar nëse ka pasur shqetësime. Po qëndrimi politik ka qenë refuzues nga opozita. Nuk ka pasur asnjë, le të themi, asnjë propozim nuk ka pasur për asnjë element. Sa i përket se ka një tendencë për nevoja elektorale, me thonë që byroja nuk konfiskon. Jo, nuk konfiskon. Byroja verifikon. A konfiskon? Byroja verifikon. Byroja propozon në gjykatë. Kush e konfiskon? Kush e konfiskon? Gjykata, po. Byroja propozon konfiskimin e pasurisë. Se kin titull konfiskim kush konfiskimin e pasurisë. Bara provësi bie subjektit. Gjykata e vërteton propozimin e byros ose refuzon. Edhe gjykata e konfiskon apo? A konfiskon gjykata? E miraton nëse jo propozimin, ose kush konfiskon? Policia e konfiskon. Policia e konfiskon. Policia e konfiskon. A e konfiskon Byroja për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. A e konfiskon pasurinë, a e konfiskon gjykata? Byroja e nis procedurën, e verifikon pasurinë, i propozon gjykatës për konfiskim pasurisë, policia e konfiskon se gjykata nuk shkon me konfiskuar. Kush vendos për konfiskim? Gjykata e miraton ose jo propozimin e byros për konfiskim. Po kjo është çaj. Gjykata e miraton ose e poshtë propozimin e byros për konfiskim. Byroja, s'po përgjigjesh. S'po përgjigjesh. Po nuk po ta them shumë shqip. A mund Byroja verifikon. A konfiskon? I propozon gjykatës konfiskimin, gjykata e zonë ose e miraton. Policia konfiskon. Thuaj se derisa jeni. Okej, unë jam të pikërisht për këto, edhe për çuna unë. Do bëjmë si parlament bërim. Kushtet, dëgjoj. Ti e ke një pjesë këto me analista. Apo byroja i shon kombë. Vesh pak. E ke pjesë me analista. Pra byroja i analizon. Qytetari voton, apo analistat e analizojnë. Qytetari voton. Analista janë byroja. E ka thonë, a do me ta lezu? Byroja nuk konfiskon, nuk gjykon, nuk i zaventson gjykatat. Mbledh, verifikon dhe analizon informacion. Konfiskimin e ban gjykata. Donika Gërvolla, ministre të drejtësisë Parlament Kosovës. Pra është në grup kur flitet për konfiskimin, analisa.